Dhe ja ku jemi dashurimisht në pjesën e parë të emisionit Familja Jon. E thash që në pjesën e parë do të flasim për procesin më të shejtë që Zoti na ka mundsuar neve grave. Është një dhuratë që nuk krahasohet me asgjë në jetë. Të qenurit prind, të qenurit nën, është dhurata më e madhe e Zotit. Po ti ushqejmë ata me qumshgjiri, është diçka që ka vlera të cilat me fjalë nuk përshkruhen. Përveç që është ushqimi dhe nisja më e mirë në një jetesë të shëndetshme, po ashtu është një lidhje emocionale që foshnja me nanën krijojnë qysh në ditët e para, në minutat e parë, në sekondat e parë, sepse shumë shpesh e kam theksuar edhe në emision, qoftë në lindje normale, qoftë në lindje cezariane, sekondat e parë është rëndësi të mirët foshnja, të ofrohet dhe të fillon procesi i gjithëdhënies. Nuk ka të tilla momente ku thuhet që duhet pushoj nana me këto ligjet moderne. Nuk ka nevojë nana me pushu. Pushimi më i mirë është kur foshnja vjen dhe ofrohet me lëkurën e nanës aty ku ka qëndruar për 9 muaj gjatë shtatzanisë. Do të flasim për javën e qumshtit të xhirit, që shënohet prej 1 deri me 7 gusht, e që unë në emisionin Familja Jon nuk e shënoj kështu si rregull të artë, është formalitet që e respektojmë, po unë gjatë vitit të paktën 5-6 herë flas për gjithëdhënien, sepse është një prej atyre temave që nuk harxhohet kur të mësojmë dhe ta trajtojmë me vlerën që ka. Por si formalitet të datës dhe javës së shënuar, patjetër që do ta respektojmë edhe kalendarin, e do t'i përcjellim edhe aktivitetet të qoftë të Ministrisë së Shëndetësisë, qoftë të instituteve të ndryshme, qoftë organizatave, të UNICEF-it, të AMC-s, të gjitha do të mundohemi të përcjellim në mënyrë që të përçojmë mesazh. Po ku më mirë se mesazhin ta marrim prej profesionistëve që çdo ditë të karrierës së tyre ndajnë këto këshilla me pacientët e tyre. Unë mbaj mend si sot në 2014 për herë të parë në emisionin Familja ime në atë kohë, së bashku me një prej neonatologëve që ka qenë edhe neonatologe e fëmijëve të mi, kemi trajtuar këtë temë. Në atë kohë ende ka qenë shumë tabu të flasim, të postojmë foto, video të procesit të gjithëdhënies, por në atë kohë edhe ka qenë një prej temave që më shumë t'i ka zgjuar interesim. Doktoresha Teuta Cediu Azbata, në atë kohë, tash e çdo herë gjithmonë ka qenë e gatshme të kontribojë qoftë përmes medjave, qoftë përmes nanave në procesin e gjithëdhënies. Po ashtu, një proces që po ndihmon dhe po ngrit rolin e gjithëdhënies, janë edhe vizitat në shtëpi që po bën në shumicën prej komunave. Kjo duke falendëruar edhe stafin, infermierët, koordinatorët e këtyre projekteve, drejtoritë e shëndetësisë të komunave që po bëjnë buxhet të dedikuar që këto vizita të ndodhin dhe që këto nana të marrin këshilla nga afër. Për të folur po ashtu për vizitat në shtëpi në rëndësinë e gjithëdhënies, kam të ftuar Anjeza Haradinaj Tahiri, që është koordinatore e vizitave në shtëpi për nëna dhe fëmijë në komunën e Vështrisë. Të dyja ti kam në studio, faleminderit shumë që jeni sot me mua. Shumë kënaqësi pa studio. Të përgëzoj Saran, mas pari për paraqitjen edhe për punën që e ke bërë vazhdimisht. Shumë faleminderit. Kjo nuk është për vjetor, muj, po është me të vërtet një temë që e ke shtjellu. Ton jetën, edhe je, baja gjisi specialiste. Eksperte. Eksperte je, definitivisht. Unë shumë shpesh thamë, përveç punës si mision të gazetarisë, unë edhe rolin të qenurit nën e kom forcu edhe e kom mësu hala ma shumë për shkak të bashkëpunimit me mjek, me ekspert të fushave të shëndetësisë. Ku ka ma kënaqësi se të takoj prap, të flasim prap për një tentim. Edhe unë i thash doktoreshë, prapa ka mirë, i ke nalë vitet, më duket, beba tona jenë rritë doktoreshë. Kur po isha ata, unë e po gëzona, që po mirë, nuk po mendoj në ato sa i kom bo, unë kur janë rritë mirë. Beba tona, jo, unë hala e mbaj mend në 2012, kur për herë të parë kam bajt foshnjën time në dorë, edhe kam menu që s'kam e mësu, që është diçka shumë e vështirë. Edhe unë ala mbaj mend fjallë tua, që nuk e di, ajo ka qenë roli psikologës, a çfarë roli ke pas atë moment, po unë i kujtoj çdo herë, unë i ndaj me nana të reja çdo herë, edhe kjo është e rëndësishme dhe këtë e bën çdo ditë me nana. Shumë e rëndësishme është. E bën çdo ditë me nana që janë në klinikën e neonatologjisë. Shumë është gjë e rëndësishme, se nuk mundesh çdo proces. Masi është fjalla për gjithëdhënia, apo për kujdesje në përgjithësi të posalindunit,
pa e pas nanën mirë, nuk mundesh me pas foshnjën mirë. Absolutisht. Mundesh me pas gjithë për rreth, familjar të mbështetur, profesionist si ki gjithmonë. Po. Mirë po, duhet shumë të punohet me nanën, e cila, sidomos, çdo lindje ka të vetën, është ajo koha kur stabiliteti i një nane nuk është pash ashtu stabile, për shkak hormoneve të gjithave aty në gjanave, por edhe shtatzania, lindja e dytë edhe e tretë, njëjtë po e para sidomos është sfidë shumë e madhe. Për shkak se dikur fiton edhe një eksperiencë, e puna më e madhe do duhet bëj të krijojmë nanës një vetbesim mas pare, edhe mos tjetë në panik, mos tjetë se gjithë ku i dhe mirë po një fëmijë që ke kriju, një krijes që e ke kriju edhe mos me mujt me e mbajt, sidomos me e ushqy ose me u kujdes për te, ajo është dhimbja më e madhe, qëllimi i jetës është që ajo, një krijes ta krijojsh dhe ta rritësh ashtu që duhet. Dhe që janë mundësit, unë e tham shpesh të lira, pa shpenzime, higjienike, të gjitha këto po që do t'i flasim edhe gjatë bisedës sot. Anjeza e ka këtë mundësi, doktoresh, këto që sa po e the ti, shka në shtëpi, ta ka nana, sidomos isha ndalë Anjezë të nanat që e kanë fëmijën e parë. Sa duken sfiduse si procese këto? Po zakonisht na, do me thonë, kontaktin me nanat e bajmë në shtëpi, se edhe punën e kemi të tillë në teren, edhe është shumë e veçantë vizita e parë të nanat që bëhen nana për herën e parë. Në momentin kur hin dhomë të ato nana, mënyra që ato të këshyrin, sikur po dojnë me thonë hajde shumë mirë që ke ardhë, edhe ke ardhë po na ndihmon diçka. Mandej e shumë procesin se si po shkon gjithanja, e praktikojmë bashk, e këshillojmë kontaktin lëkur për lëkur, që është shumë e rëndësishme edhe për lidhjen emocionale, por edhe për rrjedhjen e qumshtit, edhe vizita e parë te këto nana që bëhen nana për herën e parë, është jashtëzakonisht e rëndësishme që mi fillu ato hapat e para, se zakonisht nana që kanë lindjen e dytë e tretë, e kanë një farë vetbesime, ose kanë dëgju ndoshta edhe prej më herët, ose përvoja atyne. Mirë po të nana që janë për herën e parë, ato gojën a këshirën se çka ju thojmë, edhe mundohemi që t'jemi sa më të afërta me to, edhe besoj që puna në shtëpi që e bojmë, vizita në shtëpi na mundson që t'jemi më të afërt me to, edhe ato folin lirë shumë me neve, edhe kalojmë shumë mirë, edhe e ngrisin është edhe atë optimizmi që duhet vazhdojnë pavarësisht sfidave, se shpesh ju thuhet nga antarët, jo po të qanë, jo po se s'ki shumë gji, keni besoj kësi? Zakonisht, vizitat e para kjo na për cilë, për shkak se vizitat e para mundohemi me i koordinu në 3 ditëshën e parë, nga njerë nuk mundemi, javën e parë më së lartë në 10 ditëshën e parë. Dhe po thuaj se të se cila na pret kjo pyetje, kjo breng, po ndoket nuk po i del gjini, ose fol dikush tjetër prezent që është në vizit, edhe ne mundohemi me sqaru që kërkesa e bebës, nevoja e bebës është po aq sa edhe vetë gjini nanës prodhon, sepse mundohemi me e spjegu sistemin kërkesë-furnizim, se si lidhet krijimi i qumshtit të gjirit. Megjithatë, i këshillojmë nanat shumë që të fusin gji sa më shpesh bebën, në mënyrë që sa të pjen beba, ju themi, aq shumë edhe aq do të prodhohet, do të stimulohet edhe qumshti i gjirit, edhe i spjegojmë që lukthi i bebës në këto ditët e para është shumë i vogël, sa nuk ka nevojë për ushqime shtesë, edhe duhet mi kushtu shumë rëndësi që në qysh ditët e para kulloshtërën, atë vaksinën e parë që na i thojmë e merë beba prej qumshtit nanës, me i kushtu rëndësi, edhe me e marë, sepse ka pas raste që mu ka prish gjini, ngjyra ju e mirë, është pak i trash, ka pas kësi raste, po me punën tonë, këshillat tona, fatmirësisht ato e kanë kthy në gjithanje, kanë fillu, në fakt, ma mirë me thonë, kanë vazhdu, nuk e kanë largu, i kanë largu edhe ato shishe që kanë pas kur na ishim në vizitë dhe kanë vazhdu, do me thonë, me gjithanin qysh në ditët e para që dim fillohet e mbara, do me thonë nëse fillojmë ditët e para, mandej e vazhdojmë atë proces shumë. Dhe kjo e mbyll një ditë të suksesshme pune. Doktoresh, isha nalë të kjo pjesë, e thash edhe unë në fillim, e përmendi edhe tash Anjeza, sekundat e parë, minutat e parë, kur nana lind, s'ka rëndësi lloji i lindjes.
Sa është e rëndësishme që ajo kulloshtra, që ajo që tha njëza vaksina? Anjesa shumë miri përmendi, sa që unë po gëzohem, drejt me ju thonë, mu ka largu një fargajle e dy faktorve që gjithmonë i përmendi. I përmendi koha e shkurt, një farë arsyetimi, për stafin tonë, koha e shkurt e qëndrimit në klinikë, mirë po edhe patronazhi që gjithmonë. Kam ato që, se ndoshta e kam përjetu. Patronazhin e di, i jam 37 vjetë punoj si mjeke. Pra, ka një kohë shumë gjatë që e di kur ka funksionu patronazhi dhe çka do të thot patronazhi. Kështu që beso po e ndi vetën shumë mirë edhe pse ju thash kom pas përvojë në shtëpi më kanë ardhur. Po, më tregove si gjyshe kanë ardhur dhe unë jam kënaq me ato vajza të cilat e këshillonin nusën, i tregonin, ajo ka qenë kënaqësi e madhe. Tash të kthehem në temë, po, e përmende, ajo është sekondat e parë, minutat e parë, çdo gjë është shumë moment i rëndësishëm. Afria, tash të sekcio cezarea, ndoshta derisa të përfundon ai procesi i intervenimit edhe krejt afrohet e nana, mirë po, unë personalisht, kur kam qenë një kohë udhëheqëse e atire parti, edhe në salla, mjafton me afru edhe te faqja e nanës. Jo drejtën gji, se ajo është normalisht gjatë intervenimit krejt. Pse po e them këte? Një stabilitet i pashmangshëm do t'jeti i sistemit kardiovaskular, apo frymarrjeve, apo punës së zemrës të fëmijët, nëse e ke shkëput, e ke largu për një vend që ka qenë i sigurt, që ka qenë furnizuesi i tij për jetë, për gjithçka. Kështu që kjo është shumë e rëndësi, afrimi afër nanës, normalisht edhe në 2 orëshin e parë, brenda 2 orëshit parë, është shumë e rëndësi, mas lartë i 2 orëshin e parë, të realizohet thithja e parë. Te dikush mundet me shku shumë shpejt, varet prej poshnjës, po, nëse është me peshë të madhe, apo diçka kërkues, zakonisht edhe këto me lindje normale, pa marrë parasysh të sekciot që përdoren lokal, spinal, apo diçka mirë, po e kemi një farë hezitimit e foshnja në adaptimin. Për shkak se është një nxjerrje e dhonshme ta quaj nga mitra, ti po e shkput. Apo ndryshe një lindje normale, ai ka bajag i rrugë, derisa del edhe ai veç kur del është një fëmijë i përgatitur në farë mënyrë për me dalë jashtë. Kështu që mundohemi, po prap vetë kritik për stafin shëndetësor normalisht, një numër i vogël i stafit, pra numër i zvogluar i stafit, ndonjëherë edhe me mosh, ajo është një harxhim energjie që me kohë infermierat kanë harxhu, po fatmirësisht do të kenë treja që do të bëhen për me u marrë. Se fatkeqësisht, sidomos në linje normale e kemi ma mirë, për shkak edhe gjendjes të nanës që është ma e mirë, edhe foshnjit që janë ma mirë, pra të adaptueshme, ndërsa te operativa pakës e kemi pak ma problem të realizojmë këtë me njëherë, për shkak numrit të madh të sekciove cezarea që ndodhin. Fatkeqësisht është rrit shumë numri i prerjeve cezariane të lindura brenda dite. Ndonjëherë ndodh ma shumë lindjen me prerje cezariane. E kam fjalën për klinikën e ginekologjisë, se sa normale. Edhe ndonjëherë një infermiere nuk mjafton. Ajo do duhet të jetë non-stop prezente në sallë të lindjes, në sallën operative, dhe është pak ma problem të realizohen këto gjana. Mundohemi, por unë mendoj që qalojmë pak këto. Po fatmirësisht, derën e kemi tjetër kohë, që e aplaudoj sistem të patronazhit. Definitivisht. Se, dëgjoni, krejt kjo për kujdesje është zinxhir. Absolutisht. Është zinxhir. Hallkat s'mundet me qenë, me qenë na ekspertat ma të mëdhej në botë, për shembull, në prezencën e lidhje. Po nëse nuk ka kontinuitet, ndjeshmëria edhe zhvillimi i një foshnjës apo një nisje të marrë të jetës,
është minimumi 30 ditë që i parë. Po. Na e quajmë edhe faza neonatale apo të posalindu deri në 28 ditë. Mirë po, ky muaj është me të vërtet që zguxon me u këshkput asnjë hallk e sistemit të përcjelljes. Po. Qoftë nga vizitat e para, qoftë nga edukimi i nanës, qoftë nga patronazhi, qoftë të gjitha këto, deri në moshën 1 muajshe. Mandej kemi veç malet, kemi një nanë ma stabile, edhe një bebe ma stabile, një bebe që është adaptu ma mirë, kështu që kjo është. Para se me kalu të këto stabiliteti, se këta shkojnë edhe në 3 hera tjera, derisa foshnja e merr veten. Veç po du për ato nana që kanë ende nevojë me një, sepse deshtëm me pranu, edhe Anjeza ka me na tregu që ende ka vajza të reja që për shkak të punës, ku ta diun për arsye ndryshme, ja japin edhe gjinin edhe shishen që me qenë ma komod ajo. Po du mu nalë të që këtë 2 javë shqipar të që kjo kullostra. Edhe me ma spjegu, doktoresh, pse, qka ka këtë qumsht që është kashetik? Kullostra, s'pare qumshti, na e quajmë qumshti i parë, qumshti i dytë edhe qumshti i pjekun. Pjekun, po. Ka dallime, na e quajmë të ashti, mas pari në përmbajtje. Në përmbajtje të proteinave, karbohidrateve dhe të ujit edhe yndyrnave. Këto ndrojnë. Këto ndrojnë, pra tu e kaluat fazën, na e quajmë qumshti kalimtar apo diçka. Po çka është e rëndësishme, kullostra e ka kazeinën edhe këto. Është përqindja e këtyne të proteinave të qumshtit që është ma ndryshe se sa qumshti tjetër. Se zakonisht na muj me gjetë një qumsht nanës që është i pjekun, po nuk është sikur kullostra e nanës, një pik. Dhe, çka është me rëndësishme, janë antitrupat, imunoglobulinat edhe shumë gjana tjera të cilat asnjë formull nuk mund të misarencu. Definitivisht. Për këtë arsye, kullostra kushton shumë shtrejt në botë. Po. Ekzistojnë laktariumet, njësa e shtrejt është kullostra. E ne është gjyna, mos mja jap, edhe me elon me mendu nanën qenë ka qumshti i prish. Po, që e tha edhe Anjesa, ajo ndahet. Nëse është puna që mjelët, ajo shifët, ndahet, edhe thotë është i prishur. Se ka pamje tjetër, ka pamje tjetër, ndahet, po. Uj ka ma pak. Ajo është puna që ka uj ma pak, yndyrna ma shumë, edhe krejt këto fatmirësisht duhet një edukim me të vërtet që me çmu kulloshtërën, fatkeqësisht s'kemi laktariume, se bota e ka laktariume, po, se na kemi nana shumë që lindin, fatkeqësisht mundet me ndodhë që kemi ndoj telashe, ose me foshnjës, ose diçka, edhe duhet me umjel, mu grumbullu aj qumsht. Aj qumsht është mirë për me qenë, i rezervum, i konzervum një farë mënyrë, është një pasuni e madhe. Po, sidomos për ato nana që për arsye tjera shëndetësore s'mund t'i ushqejnë foshnjët, ai po t'ishte një laborator i tillë, ta themi në klinikat tona, do t'ishte shpëtim edhe për foshnjët që si kanë nanat, ose shpesh ndodhin edhe ndrimi jetës së nanave në lindje, edhe pse jo. Anjez, kjo që tha doktoresha, unë e di që gjatë kohës a flisket, sikur dilshin përpara këtë rastet që doktoresha i merr ke shembuj. Kemi të ndryshme raste, a mundesh pak me nda me neve, për shembull, sa e din vlerën e kulloshtërës, nanat e reja, por edhe sa kanë mbështetje në vendimarrje, sepse unë mbaj mend në gjeneratën time, të nanës time, ka vendosur edhe dikush për mënyrën e të ushqyerit, jo veç nana vetë. Atër, s'pari, falë programit të vizitave në shtëpi, nana që kalon në për programet tona, mundohemi që atë nanë me përgatit maksimalisht. Vizita në shtëpi janë të organizume, 2 vizita gjatë periudhës së shtatzanis, njëra është në fillim të shtatzanis dhe tjetra diku ka fundi shtatzanis. Dhe ka fundi shtatzanis fillojmë të diskutojmë edhe për gjithanjen, qysh atëherë. Qysh prej periudhës shtatzanis. A shprehen gatishmëri? Po, ka interesim, vetëm se kanë atë frikën, ako me pas gji, a mdimani, a vini të shtëpia, ako me dit me mbajt, a është e dhemshme,
Qëto janë pyetjet e zakonshme. Mandej, pas lindjes, normalisht jemi në kontakt vazhdueshëm me nënën dhe posa të kthehet në shtëpi, sigurohemi që të kontaktojmë për një termin të mundshëm sa më herët që është e mundur. Që është e mundur, po. Pastaj çështje tjera që natyrisht ka vullnet, ka dëshirë që nana me ushqy me gji, por munden me hasë edhe telashe të ndryshme për të cilat mundohemi që me i eliminu. Që janë kryesisht telashe? Telashet munden me na qenë, për shembull, thithkat e qara, e cila mundet me nardë... Problemet anatomike. Po, për probleme anatomike, mundet me nardë për shkak një kapjes jo të duhur të thithkës. Një kapje e cekt, jo e thellë, na bjen jo shprazje të mirë të gjirit. Një shprazje jo e gjirit e mirë, atëherë ka me na kriju edhe qarje të thithkave, por edhe pastaj edhe mastitin që mundet me na sjell të lashet tjera, ka raste ku edhe mundet me ikë dorë nana prej gjithanjes, se thot unë e kom dëgju gjithmonë të mira për gjithanje në momente të ëmbla, se jenë non-stop me fëmijën, por po hasim vështërsi edhe nuk po moj me përballu këto. Po mandej ne me vizita, me këshilla, mundohemi me ja spjegu që kjo është një proces që bashkarisht kemi me të i kalu, i japim këshillat, i tregojmë se çka me vepru, për shembull me të nxehta para se me fillu me dhënë gjirin. Posa të kalon gjithanja me të ftofta për me largu atë dhimbjen edhe ajtjen e gjinit që ju ka bërë dhe besoj që kemi raste shumë të mira, shumë suksesshme, të cilat po ka efekt, do më thonë këshilla dhe vizita jonë që po i bajmë në shtëpi. Doktorisht, e këto raste, se mbaj mend tash pa dash me gjyku më të moshuarit, po të këto raste, për shembull, kur kanë mastet ose qarje të thithkave që i përmend, a prishet qumshti, sepse shpesh do jo po më si jep se po shkon gjaku, jo po nuk është qumshti i shnetshëm se te ki gjinin e smut, kretë këtë thonje s'po i shpik jone. Po, ki plotësisht drejt. E mira smirës është mos me arderin në qatë stad. E mira smirës, edhe sidomos nuk ka kurfar arsyetimi të personave ma të vjetër që mendojnë kështu. S'ka arsyetim, unë nuk i arsyetoj. Arsyeja se ato vet i kanë ushqy fëmijët me qi. Po, sakt. Se në kohën e tyre s'është ka pas shumë mundësi tjera. Edhe pse edhe ky krahu tjetër i rinis, ndoshta kanë informacione shumë, lexojnë shumë, mendojnë që dinë shumë, por në ato situata nuk është që nuk dinë, po janë konfuz. Po, emocionalisht. Janë konfuz, emocionalisht nuk janë stabile dhe normalisht i dojnë më të mirën e mundshme. Por duhet të këshillohen edhe mosha ma e vjetër. Unë besoj se e kom parë që duhet, besoj, e keni prezent edhe diken aty të familjar. Zakonisht po. Zakonisht duhet të kërkohet. Duhet të kërkohet gjithsesi. Për shkak se shumë normale, punëtori shëndetësor nuk mund me qenë ton kohën. Mandej është edhe 1 orë me qenë ose 2 orë me qenë, pa marrë parasysh është kohë e vogël se ato gjana tjera në momentin kur e sheh ka një farë rezidencë, apo nuk po i shkon qashtu qysh. E ka bërë ajo me një herë rok panika nënën. Mirë po duhet edhe dikush se është shumë e rëndësishme, po mirëqenja e nënës, po edhe rrethi, ndihma prej rrethit. Qoftë edhe ai që nuk din hiç kur gjë, janë gjana të cilat mësohen shumë lehtë, shumë shpejt. Një pothitje e mirë që mësohet shumë herët. Bile, është edukimi para gjashtazanis që duhet me tregu krejt qysh bëhet vakumi i gjinit, pra pothitja e mirë, hapja e gojës, krejt përvjelja e buzës, të gjitha ato, me pas një farë njohunie, mandej në praktik nuk është qa që letë qysh është në teori, mirë po, janë faktikisht që dikush punon me to, a kur vjen punat e mastiti, pra krimin, prevenimi është ma i miri, por zakonisht për këtë arsye 3 ditë që është i parë shumë i rëndësishëm i patronazhit, për shkak se prodhimi i qumshtit fillon atëherë pak më shumë, kanalet qumshtore nuk janë të hapuna të gjitha, edhe zakonisht një prodhim, një tej prodhim, mos shprazja e atyne kanaleve qysh duhet, mos hapja e mirë,
atëherë do të kemi diskrepancë. Do kanale janë të hapuna, që prodhojnë qumsht, tjerat janë të cilat nuk po mujnë me qitë qumshtin. Një grumbullim i qumshtit është vjen deri te skuqja, inflamimi, mandej dhimbja. Vendosja e fëmisë në gji është e dhëmshme, ajo është e dhëmshme, unë e arsyetoj plotësisht nanën. Por mës me mujt mës me ardë deri te që ajo është tani më e mirë. Por nëse vjen deri te ajo, prap duhet bile patronazhin është ashtu, shpesh bëhen edhe për te mjeku me shku për shkak të ndonjëherë duhet me marrë edhe antibiotik nëse kemi ndonjë mastet të vërtet, se inflamacioni qashtu me leckat ftohta ose diçka, po qumshti nuk duhet të ndalet. Nuk e dëmton përgja qumshtin. Jo. Përdorimi ndëgja, secili maslindje, shumë maslindjes që nuk është e arsyeshme, përdorimi te nana e antibiotikëve ndodh, janë rastet. Janë antibiotikët ose barnat e caktume që nuk e dëmton. Që nuk është kontraindikacion largimi i qumshtit gjinit. Përpara na thëshim sarillaku. Po sarillaku mundet më dhon hepatiti pozitiv. Mundesh me dhon pra zguxon. Tuberkuloza, janë do gjana që veç ka moti bota e ka vlerësu që nuk është kontraindikacion. Elene mo një qumsht i cili është pak ma i gjakosun apo diçka. Nuk e dëmton. Nuk është gjin një smooth që shthuhet. Jo. Po këto duhet me efekt. Përveç nëse është proces, nuk është proces i lehtë, shprazja e gjinit prej fëmis, pra thithja në gji, kur nana nuk është mirë. Është shumë e zëshme me realizu mas pari, janë dhimbjet forta, thjesht iritohet edhe prej bebit. Mirë, po fatmirësisht ka mënyra të mjeljes, janë mjelja profesionale me dorë, e profesionistit jam të folë, se shumë shpesh tentojnë, ato janë të tmerrshme dhe të dëmshme, mirë po tash po ekzistojnë. Ka aparatura të ndryshme të cilat e ndihmojnë. Një leck, një tush, një leckë e nxehtë ajo rrjedh vetë. Mandej edhe fletat e laknës. Unë ato pato nuk muj, fletat e laknës janë le të thojnë çka dojnë. Fleta e laknës, lakra, taze, vendoset në frigorifer dhe vendoset. Ajo është perfekte për me ndalë atë edemën, inflamacionin, a është qashtu? Po, qashtu edhe bojmë këto duhet me i përmend, se i kanë harru gjyshet, ose ju të rejat nuk i doni gjyshet që thonë që t'janë i lakën, se me ndoni që zbanë. A e këshilloni a njështë që duhet me përmend. Komplet, që të mënyrën që shë këtë thonë, të njëjtat fjallë për fjallë e bojmë. E di, edhe shumë po më vjenë mirë. Po, tha doktorisha, em ka krenare, kër i kum po jenarë të nusja, tha me kurishti në ngova, tha edhe kesh shumë krenare në përfundim, sepse kjo është një punë e gjeneratës saj, që ndër vitën a kanë mësu. E praktikojnë këta me gjithën e laknës? Po. Qysh ja u thoni, qysh që letë në shojnë nana të reja, spjegojnë pak si proces, qysh ja u spjegon atyne? Laknën që e bojmë salatën, e vendosim në frigorifer, edhe momentin kër e ke kry gjithonjën, që ashtu e fta prej frigoriferit, e merë edhe qetë edhe mbështjel edhe e lenë. Që ajo e ftafja që është, e ngreja temperaturën edhe ja hikat sikletin nana që e ka. Ta e përdor disa herë, në fakt e merë laknën të re disa herë brenda ditës, jo me lana ta non stop, se ka pas raste që nana e ka lanë një ko ma gjatë edhe ka pas kërkfar efekti, mirë po i kemi këshillu që... Duhet e ftoftë edhe e freskët. E freskët arsyja se tash dikush nëse e ka pa njësa si duket se e ka praktiku, e shef ajo bëhet sikur mu kalbë. Pra temperatura e gjinit e hu freskina, ajo bëhet sikur flet. Pra, na mendojmë që lëkura s'përthith. Lëkura përthith shumë. Lëkura është një taquj mbështjesi i lëkurës, ajo është përthith shumë. Vetë fleta e laknës ka vitamin C, ka të gjitha gjanat të cilat. E mund të rikuperojnë atë gjendje. Dhe nuk ka asë një kundër indikacion, nuk është medikament. Jo, në shtatë gërditët lakna, po. Së është problem dikuri janë i se hanë. Ose e përqenë ma shumë. Unë e shpesh e përmendit, kjo edhe për media mund të përmendit,
me fëmin e parë, ka ndodhë kur fëmija ka pi, mu më kanë shku lot e menë në faqet e ti, po në qumshën e gjinit s'ja kom nalë. Më thonë, këtu është të shqy, lot për vinë të s'kanë shku dhe kjo ka gjatë 2-3 dit, edhe pastaj e kam shiu lot gëzimit, tani ka po, sepse është procesi unë e thamë gjithmonë ma i shajt, nuk di, s'kam fjallë me përshkru. Doktorish, a e spjegojmë pak pse është ekskluziv ushqimi qumshti i gjirit? Sepse këtu ka edhe revolta të gjeneratave të reja. Unë për veti, deri në muajin e 6, as ujë si këmë dhanë foshnjeve me këshillat e doktoreshës të uta. As nilit, as lumit. Nëzase perfekte. Dukune 5 që i këm pos krejt. A mundesh të spjegu, të lutem për nanat e reja, sepse e di që ChatGPT-ja, Google, studimet pak na kanë deviju, po kjo shkencë nuk ndronë kur. A na spjegan pak? Arsyeja që nuk duhet para mujit 6. Mund do dhe me 5 mund që s'ka nevoj, është për shkak se të gjitha materjet ushqyse janë në qumshtin e gjinit. Edhe përqindja e ujit fillon me urit në qumshtin, jo si në kulloshtër. është ma sasi ma e lartë. Fillon po sasia. Ato jo nevoja ditore që i japin natyra e ka kriju, bre. Qka duhet, e ka mendu zë në taj. Qka i duhet ati fëmije më rrit. As uj s'ka ndërmjet nevoj me u dhanë. Jo verës duhet me i dhanë uj, jo. Kur e kimi me qumsht gjini, jo. Për shkak se është qumshti i til që prodhohet, dashte s'dashte. Mëre, pen sherbeta, hana mbërsina, ajo është gabimi ma i madhë. Ti e vetëmja gja që duhet është me qenë e rehidrume. Me pi. Qoftë uj, qoftë langje për themi, po ka sheqer në aty, jo që i bën mirë diçka, po natyrale, supa, të gjitha këto, për shkak se keni me vrejt kush është nanë gjithanse, tu i dhanë qumsht, tu i dhësis fëmija, ti keme u thave, që keme pa goja jote është pa, ti keme kërku me pi uj. Kështu që, unë e mendoj që, jo mendoj, po është e dokumentume, së është kjo veç mendimi sistemi gastrointestinal, pra, përbërësit janë perfekta, që nevoja ditore mi plëcu. S'ka nevoja shtesa s'kur gjo. Përveç, normalisht disa vitaminave, që është vitamina D3, ato që janë në protokoll që duhet me i marë si shtesa, për shkak të eshrave, për ndryshe pra tjera jo. Arsyeja tjetër është për shkak se sistemi gastrointestinal, sa është i pregaditun ma herët të konsumoj ushqim tjetër. Qumshti nana që e prodhon, e ka prodhu për zorët e fëmis, për moshën. Për shembull, nuk është e preferueshme, dikush thot jo se unë e kom fëmin 1 vjeç, a i përshtatët. E dini këto në popull, thuhet, kom qumshgjini pe ushqej një premator, për shembull, se diçka. Nuk është qumshti adekuat, ajo dëmë si ban mirë, po nuk është ai nevojave të qumshti i nanës, pra në vazhdimsi e din sa ka nevoja ditore foshnja edhe për çka ka nevoj. Një zor heret e ekspozume prej materjeve tjera, ushqimi shtes, të cilat kanë një pesh specifike tjetër, jo të nanës, ajo është një farë stresi për zorën. Kështu që, unë e mendoj definitivisht për këto arsye, paraqitja më nej intolerancave të ndryshme. Unë nuk e di, bre vlla, çka po ndodh, mirë po, ose ndoshta përpara s'kemi bë testet të intolerancës. Është rrit ndoshta edhe numri i të ushqyrit me formula, mirë po kemi intoleranca të tepër të cilat po tash. Pra, për me ikë të gjitha këtyne gjana. Mandej, më falni edhe se përmenda për alergji. Alergji, ekcema, mundën me qenë këto ndryshimet të cilat një përdorim i ushqimit jo në kohën e duhur, se duhet të dim edhe me çka me fillu me ushqy. Edhe përdorimi i formulave që nuk e kanë, nuk është si qumshti i gjinit, është ajo, mundën shumë let mundën me qenë alergji në proteina të qumshtit apo në laktozet, gjitha këto. Prandaj, unë e mendoj që definitivisht një nanë gjithanse
e cila përjashtohen disa raste. I përmendim andej, e cila ka mjaftueshëm qumshtë, ajo definitivisht mos të filloj para mujit të 6. Me i ikë disa gjanave të cilat janë të dokumentume. Tash, mos t'ju himën hak edhe mos t'i mërzisim nanat se ka raste të ndryshme të cilat dëshiren e kanë shumë të madhe. Po i arsyetoj edhe po flas për disa të cilat për shkak të pamundësisë. Se ka disa për qefi, ato s'kom qef as me i përmend për qefi që i ndërprejnë, s'kom qef me i përmend hiq. E pa që si kine listë. Jo. Ama këto tjerat mundohen, ka mënyra të ndryshme. Mjelja e qumshtit gjinit. Tash jemi të jetu në një jetë dinamike edhe e cila një orar pak ma i gjatë, një mosthithje e shpesht e fëmijut, ajo dikur ka me fillu edhe me zvoglu edhe sasin e qumshtit, ndoshta. Po për këtë arsye, për këto duhet me mendu shteti shumë. Për këtë orare, këto gjana për të mirë. Punës e çdo gjë. Që ashtu, për çdo gjë. Mund ta mjelin qumshtin, edhe ta vendosin, qoftë në frigorifer apo në temperaturë të dhomës. Nëse i duhet, nëse i duhet. Por edhe formula, nëse vjen puna formul me ba shtesë, duhet ta di qysh. Një formul e cila e plotëson qatë kohë e cila nuk mundet me u realizu me u dhonë qumshti i gjinit, por pa përzimje edhe thjesht t'i ketë kontrollat e bebit ashtu siç duhet. Nuk duhesh ti një foshnje 3 kg shumë me bo 10 kg, edhe s'duhesh mu krenu me atë punë. Bravo. S'duhesh me u krenu. Duhet të dihet kur lejot, kur është idealja, që është percentila, e din mirë shumë percentila ti e perfekt për percentila, e di që i din shumë mirë. Në muajin e 3 të dyfishohet pesha e lindjes. Fillim 1 kilogram e 100, brenda percentilës, se unë pe marrë mesatarën e normalës, po jo, mas 3-4 muajve mi fitu ka 1 kilogram e 2 kilogram, 1 kilogram e gjys. Ajo është mbi pesh, ajo mandej ka me sjell probleme. Mirë po, edhe vetë natyra ka thonë ka dalë se ti me qumshtë gjini s'ka nevoj fëmija ma shumë. Ma graduar. Edhe aktualisht edhe për shkak se rritët sasia e ujit, zvoglohen yndyrnat, proteinat. Kjo është e programuar që s'besoj që dikush, ndoshta inteligjenca artificiale menon që është e mëshme, po njeriu e këto s'kan me bokur. Po përvoja është ajo që tregon më shumë. Çka ka kriju. Kjo është shumë e vërtetë, doktoresht Euta. Edhe unë para se të filloni me emisionin, bashkë këtë temë diskutuam edhe me Anjezën, e cila unë shpresoj na shpjegon edhe tash që ka vajza të reja që janë banana që unë uraj të kenë jetë gjatë ato bebe, që edhe për arsye banale ja kombinojnë qumshtin. Fatkeqësisht po. Po fatmirësisht që jemi ne dhe po mundohemi me i eliminu ato. Këto ditë, hiç më larg se këto ditë e fundit në vizita në shtëpi, nana gjithanse në ditët e para, fëmiju shumë mirë ushqajke, shumë mirë thethke, edhe të poqës sa mirë që po shkon gjithanja na shumë të lumtura, shohim shishën e qumshtit formul në dhomë. Edhe po pysim nanën pse. A është e jotja? Jo, thashtë formul. E na po pysim për çfarë arsye, se juve pjohet shumë mirë gjithanja, të dytë edhe fëmiju po mësohet, po edhe shumë mirë po shkon gjithçka në rregull. Nana po thotë që më duhet me, kur të la fëmijën, për mësoj edhe me shishe. Edhe për neve ke shumë interesant, mendum që ka me fillu me njerë me punën, ose na angazhim tjetër, ose nuk dishim se si. Por nana dha arsye të tjera banale të cilat nuk janë të mira as për neve. Të përgatit e renën që me dalë shlirë, që m'ja la dikuj, po atë gjumë, kretë nana që po më djegën, s'po du me t'inglu që s'jam mirë kuptuse, po lenet pak në qumshtin e gjirit juj, jo formulë, kur gja kundër formulës, ato të cilat teknikisht nuk kanë mundësi me ushqy,
Edhe formula Ka është forma opcion të shumë i ndryshme. mirë. Po. Por jo kur e ki qumshin e gjirë, më fala një, Jo, se s'ka- emocionona pak kur flas për këtë. E po, marr nga zemre, po. Edhe nuk e din shumë gjana tjera. Po, bra. 500 kilokalori i harxhon procesi Po, plus, i bravo. gjithdhanjes brenda ditës. A çka do me thonë ajo? S'dush me nejtë unë për me u dok fit. Po, bravo. Sa mirë që e përmene këta. Gjithdhanja është perfekte për mbrojtjen nga shtatzania tjetër. Po. Një, shtatzani e hershme, se s'është e pa dëshirueshme, po e hershme. Humbja e peshës. Të nona. Natyrale, të nana. Të nona, ta Po thekson. si jo, edhe shumë gjana tjetra. Kontrakimi i mitrës. Mitra, organet gjenitale të nanës, janë veç pa ndryshe. Të gjitha këto, e mos ta quj atë ma të rëndësishme, se të gjitha janë të rëndësishme, Po, po. lidhja emocionale e foshnjës edhe nanës. Po. Një lidhje që E pa përshkrueshme. pa përshkrueshme, e cila mundet me u dopsu, e që s'do duhej mu dopsu, se e ke majt 9 muj ma shumë se sa baba. Po. 9 muj, s'është pak. Edhe përmes procesit gjithdhanjes, foshnja e mëson aromën e nanës, shikimin e nanës, frymarrjen e nanës, rojen e zemrës, Po, si, ritmin e saj. Do me thonë, se di, është magjike. Po du me ditë, a ekziston ende kjo ideja që duhet me hongër shumë edhe ëmbël edhe me pi boze, nuk e mbaj men saktë të në kantone. Po pi mas, ajsti boza për me shtu A kiksi ende që dush me thonë jo nuk ka nevoj? Po, pysim nanat se qysh po ushqehesh tash, edhe normal e këshillojmë që unë ushqem pak ma të letë, natyral, gjithçka që përgatitet brenda shtëpis, jo diçka. Qa mi vu baklavë, se vave që i vinë për hajrë, duhet mi hongër ato. Mi kërku, Mi kërku. Jo shumë ashtu. Nanave zakonisht këshilla që i dhojmë gjatë gjithdhanjes është që merre një gotë ujë afër vetës. Bravo. Se qysh e përmendi edhe doktorisha, është një proces që të harxhon kogja kalori. Mas pari rahatu vetën, merre një gotë ujë afër vetës edhe filla procesin e gjithdhanjes. Nuk është që ndalojmë diçka, normalisht çka s'duhet mu pi edhe ju themi këto pijet e gazume, pijet alkoholike hiç se hiç, po ju themi mos ndalo diçka, mundesh me pi, kryesorja duhet jetë uji. Vetëm uj, mundesh edhe qaj, po jo me rëndu me sheqer, sepse nuk është e nevojshme, kur gjo s'bën hajrë diçka, për ty edhe për fëmijën është mirë me pi sasi të ujit që trupi i kërkan. E shpesh ju them që mundesh edhe me harru, po fatmirësisht tash në ditët e para kur po shkojmë vizita në shtëpi, po na qellojnë edhe baballarët atë. Edhe i thojmë i rikujtoj ani, afroj ani, ju tregoni pak e ma të kujdesshëm, edhe bëni nanën mundi mirë kur afroni një shishe ujë, një gotë ujë afër nanës, por edhe antarëve tjerë të familjes, po na mundësohet do më thonë me komuniku edhe me ta dhe me ndihmu me mbështet nanën në procesin e gjithdhanjes. Do është adë ishta pak me plotësu se nëse mjipet hapsin. Është me rëndësi, na e folëm që nuk është diçka ëmbël apo diçka, po është me rëndësi çka me marë, sidomos në mujin e parë. Se do të kemi efekte te bebi. Në punën e zorëve. Nëse eliminimi i të gazuarave, për shkak se kemi kolikat infantile të cilat paraqiten javën e dytë, edhe ka njerë janë faktor besoni, kolikat e forta infantile janë ndër faktor të cilat nanën qaq e bojnë, e qesin out krejt, sa që mundet edhe me hup edhe qumshtin e qirit. Për këtë arsye duhet me i specifiku që to, jo të gazuara, arra këto që ka janë në sama pak, lakra, jo, fasulja, janë në fazën pra kur janë kolikat infantile, për shkak se gjatë kolikave infantile gjithmonë e kemi një provim që munën me ra prind shumë letë, pa fajin e tyne. Kështu që duhet shumë e tentu me ba identifikimin e ushqimeve të cilat duhet në sasi të vogël të mirën, se s'muj me thonë, krejt për shambull arat, një ambëlsin me ara, apo diçka mirë, po me qenë në sasi pak ma të kufizume, e qka preferohet? Preferohet gjithmonë supa, perime, të ndryshme ka perime, të ndryshme karota,
brokuli pak, po jo në sasia të mdhaja. Pra duhet me qenë ushqim I larmishëm, me pije jo dëshirueshme të gazuara, edhe jo me shumë sheqerna. Proteina sa ma shumë, për shkak se proteinat edhe të mbajnë të ngopur, apo? Nëse të mbajnë të ngopur proteinat, I s'keme pas nevojë për këto gjëra tjera. Çdo përdorim I sheqernave, ambëlsirave, prodhimi I insulinës rritet. Me prodhimin e insulinës ka me qenë kërkesë më e madhe e shtume e sheqernave. Kështu që çka po bëjmë? Po ushqemi me sheqerna, të cilat ty të bojnë dëm, edhe nuk ishte. Po. Kështu që me pas pak kujdes, duhet mu eliminu, sidomos në fazën, pra prej 2 javë sa e ka marrë nana vetën, e ka vendosën gjik, krejt din kolikat infantile, mandej me qitë prej sistemit krejt. Këto ngërqet. Ngërqet e barkut. Ngërqet e barkut, I din krejt ato. E di edhe janë pjesa ku dush me sfidu vetën. Desa të kajlan që aje 2-3 javë. Po, fatmirësisht në treg, inovacioni shëndetësor është në hap, janë pikat ato të cilat po e qëtësojnë pak, po prapë duhet me pas kujdes. Edukimi është ma I rëndësishëm, këshillat, për shkak se pikat nuk janë gjitha ato. Ma mirë është të prevenosh se të trajtosh. Të trajtosh, e vërtet. Prevenimi është në pozicionimin e mirë, në mbajtjen me goksu, që këto I majnë, besoj, apo, tashti po hy pakën në këtë pjesën tonë, se jo mësu me qëto gjona që I kom po kursi e një konë jo. Po, gjithmonë këshillat që po gëzona që I keni jek një bartë madhe. Po, bani po gëzona, doktorish, kur gjdo fjallë që ti pëthu, ne pedi që të njëjtën gjë për bajnë edhe në vizita, që që shumë për ndina e lumëtër. Po, Anjez, se këta deshta, sepse jemi edhe në minutat e fundit, madje kemi kalu, më thonë prej regjist, të kjo pjesë deshta me undalë, se ka dhe nona të reja që po na ndjekin, pse jo ta përqojmë edhe përmes emisionit. Cilat janë pozicionet e gjithonjës që I rekomandoni mas shumëti, edhe si ju thani, sa gjdo 2 orë, apo si e rekomandoni nonën? Tashte pozicioni po mvaret pak edhe gjendja nonës. Nëse nona është gjendjet mirë fizike, atëherë një pozicion I rahat shumë ullon, por edhe I shtrirë, nuk ka rëndësi. Me rëndësi është gjithonja me na hecë mirë, me pas një kap vjetë të thellë, edhe nana në fillim ato therjet në gji, po ju gjithmonë tjetë gjithonja vazhdimisht e dhimshme se diçka mirë ato nuk është po na hecë. Do me thonë, sa I përket pozitës këto I themi. Kurse pjesa tjetër, oraret. Nuk kemi oraret të gjithonjës, edhe nanave ju themi vazhdimisht. Ti kemi sidomos ditët e para, sidomos javët e para, beben kemi fut në gji sa herë që ai ka nevojë, bile ju tregojmë edhe shenja teorisë edhe të ngopjes, të cilat nanat shumë po kanë interes edhe po mundohen me mësu edhe për nanat që për në ndjekin, cilat janë shenja teorisë të ngopjes? Po, për shembull, një fëmijë qetë, një fëmijë që flen rahat, nuk I nevoj me marë edhe me eshti në gji. Një fëmijë që është I mbledhur, I rahatshëm, do me thonë nuk ka nevoj. Kur fillon pak një parahati, kur enën kokën, kur mundohet dorën me shti në gojë, këto janë shenjat e hershme, të cilat na tregojnë që është koha me fillu edhe me shti fëmijën në gji. Është shumë e rëndësishme me reagu qysh në shenjat e hershme, në mënyrë që pastaj edhe kur kalot në shenjat më vonshme të qarat, ajo parahati, edhe ajo është një shenjë, do me thonë që nuk ka uri të tepër, ku edhe që atëherë fëmijët nuk ka me mujt me gjetë atë rahatin, se u tepru me një farë mënyre, ku që mundohemi nanat mi eduku që sa ma shpesh mi shtin gji në bazë të nevojave të fëmijët, por natyrisht edhe instinkti nanës, kujdesi nanës sa herë që nana e shetë nevojshme. Orare nuk themi, çdo 2 orë, çdo 3 orë jo, asnjëherë, por sa më shpesh aq më mirë, sepse ndihmon në edhe bebi mësohet me thith më mirë, po edhe furnizimi me qumshtin e gjirit vetë se krijohet, stimulohet. Po, doktorish? Po, deshta se besoj që veç e ka te I kalu se krejt po I din. Me rëndësi është sa gjatë fëmija rinë në gji. Thithja aktive, ta përmendja. Po, doktorish, më falë. Po, jo, e di që e din. Shpesh nanat thojnë e kam gji, po s'po më shton pesh. Kur ndalemi, bisedojmë, sa e man? Sa pe man, e man pak.
E mon pak ose i flenë në Ose i flenë në edhe nuk thith aktivisht. Këto duhet shumë e punu. Edhe atë ojken e gjinit nuk po e merë. Nuk e nxjerr ynyrën. Unë e thëm ja kanë nxjerr ynyrën, kur janë nxjerr ynyrën edhe Qa ju kështë rekomandu, doktorisht? Kjo është shumë mirë, duhet me ju rekomandu nëse e ka kap thithin foshnja. Ka fëmijë të ndryshëm. Karakteret fillohen me njerë, si bebe i njef. Ka që flajnë në gji. Rahatin e gjenë që aty. Po, flajnë në gji. Ata janë pak fëmijët matë lodhshëm për nanën. Për shkak se nuk ngopën kur, edhe dojnë me nejtë në gji. Duhet me umunu, me zgju, me prek në kamba, po me zhvesh, po me ngacmu në mënyrë që bile aktivisht të thith, që le tjeti qëtë bile 2 orë, e jo gjdo orë me thith, ajo është lodhje për nanën. Një lodhje e nanës prodhon edhe ma pak qëmsh. Ajo, mandej, qka po mbetet aty, po mbetet që nana ma... Kërkush nuk e ka qëllimin nanën me lodhe dhe me shkatru për një gjithanje. Për kontrazi duhet me rujt, për shkak se është depresioni postpartal, që është shumë i rëndësishëm, duhet shumë e punu me psikolog, me krejt, me familje, me krejt. Kemi shumë të lashe. Kështu që, pra, thithja aktive duhet me qenë adekuate, zakonisht pritët në këto ditë e para, i vynë pak ma ka dalë për me shpras gjinin, janë 20 minuta, duhet me qenë ajo, për ndryshe ma vone, për 5 minuta e shpras gjinin, kur të rritët fëmija, nuk e len ato, s'është të lashe, po këto janë pikat shumë të ndishme të cilat duhet me i përthëku në atë kohë nëse dojna me pas një gjithanje suksesshme. Po. Edhe diçka se me ndova se çështjen e patat e këta gjithanja normale, fëmijët mirë. Sepse rastet kur një fëmijë kemi shumë të përgjumur, nuk është një shaj edhe e mirë. Nuk mundi me lanë me orë të tëra që po flenë. Që flenë natëna? Që ka për shembull edhe verdhën. Unë e fula vetëm për rastet më falë që një pytje të ashtë, boj se po më interesan, sa herë keni brenda javës, apo 2 javëshin e parë, sa vizita i keni? Të një nanë. Të një nanë, për një... Okej, vizita e parë është në 3 ditëshën e parë, nëse mundemi. Vizita e dytë shkon tek në muajin e 4 dhe 6. Vizita e dytë? Vizita e dytë për atë fëmijë në shtëpi. Mund të shkojnë në qendrat. Po në këshillimore. Munden marrë në këshillimore, përveç kësaj ne bëjmë edhe vizita shtesë. Kur e shohum që një nanë po ka nevojë ende më shumë, ose kur pe shohum një pasiguritë e nana, ne vetë bëjmë termin edhe shkojmë e bëjmë një vizitë shtesë. Nuk e kemi të caktuara vetëm një vizitë shtesë, 2-3, sa shumë që nana ka nevojë. Te disa nana nuk ka fare nevojë, te disa nana ka nevojë për vizita shtesë. Por te këto raste për shembull që vinë në këshillimore, ne kemi edhe programin e kujdesit në grup për prindrim, që i mbledhim nana, 4-5 nana, 5-6 nana, me fëmijët e tyre që kanë moshën e njëjtë. Grupi i parë, për shembull, takimi i parë është kur këta fëmijë kanë një deri në 2 muaj, edhe kryesisht kena me fol për gjumin, për të qarat, për gjithënjën gjithsesi, domethënë që e kemi. Mirë, po gjithsesi krahas kësaj vizite që është punë me të vërtetë shumë e madhe. Me kapacitetet ulta se s'ka staf shumë, po punë e madhe. Një thirrje edhe pse tash janë vedisu të gjitha. Vizitat te mjeku apo te punëtori shëndetësor duhet të jenë ashtu siç kërkohen. Pra, dita e tretë, na e bëjmë në lëshim dita e tretë, fundi i javës të parë, pra dita e 7, fundi i javës 2 gjithsesi, edhe e treta. I kanë arsyet e veta, si shtimi në peshë, si identifikimi i verëzës patologjike, një verëz, një përgjumje nuk pen fëmija, dikur ne kemi probleme, beso në kohë është e tmeshme në këtë kohë me pas nga dehidrime të tilla që mundet me i shku edhe fëmiju truni. Se fëmiju po flenë, është t'i ngopën, pra vetë rejthi thot, jo vala rehat është, se po flenë boll, ka pi ka boll. A kur të vjen të i dehidru me probleme, janë këto do patologji që s'kësha pas qef mi përmend, mirë, po duhet me ju përmbajt, definitivisht vizitave, qoftë edhe ekstra vizitave nëse është e nevojshme. Mirë, po muji i parë është me vizita.
Absolutisht. Edhe është kalendari që është çdo datë e caktuar, çdo këshillë shumë. Plus që tash është lehtësu, po ju vinë edhe te shtëpia, mos i refuzoni se unë e di që edhe ka që refuzojnë. Kështu që është shumë e udhës me ndjek se cilën këshill, vesh të mira, ka asgjë këshia. Jemi kështu në fund fare, një këshill prej të dyjave kisha dashur, e di që ti kishte thonë sa më shumë na pranu se ka edhe ase që refuzojnë, po të lanë ty vetë doktorisht që kishte thonë anave të reja. Për besë, zërë me dhokë. Mos jek një dur prej gjinit. Mos jek një dur. Unë e vesh një send, po e thamë. Unë e mendoj që nana, femna ma e bukur, ma hyjnore dhe ma e mirë është kur e ka fëmin të i dhonë gji. Qofte edhe në rrugë. Mund është me qenë bukuroshe pa djava. Je hyjnore kur je të Ska magjik ma të madhe. Kush e shiqon një nanë, e shiqon me admirim. Jo pse është nudo që e kanë gjërgjinit. Jo, se shikon kërkush ashtu, po e shikon bile me madhështi, me emocion. Kështu që, boni një nesha. Nëse në herë kisha vendos me bërë dhe një bebi, shko këtë procesi që më kështë ty. Anjez. Unë ju kisha bërë thiri krejt nanave të reja, grave 7 zona që në se cilën komun të Kosovës, dhe më thonë janë këto shërbime, mundin mu afru, mu interesu, ose të lajmërohen dhe pastaj shkoj me vizita në shpe. Kurse kisha përmbyll me disa fjalë për nanat, që dhuratën e parë edhe ma të miren që mund është mja bëf fëmiju tënë, me njerë pas lindjes është ta ushqesh me gji. Shumë e mirë. Mosonal. Ne. Anjez, faleminderit shumë, doktorisht e utë shumë faleminderit. Faleminderit. E di që ka shumë çka që muna me folë, po në thash pak më herët që nuk do me thonë veç kjo javë, mundemi prapë me diskutu këtë temë, kështu që pata shumë knaqësi që u pata. Faleminderit edhe na u knaqë. Faleminderit. Dashur miq, doktorisha Teuta Sejdiu Azbata dhe infermiera Anjeza Aradini Tahiri, të cilat flitën për procesin e gjithdhanjes, jam vetëm një minuta të vogël për një proces që ka ende shumë për të thënë. E di që mundësit janë të mdhaja me u informu, edhe përmes rrjeteve sociale, edhe përmes studimeve shkencore, edhe përmes neonatologëve të cilët i keni të foshnjeve tuaj, edhe përmes kujdo tjetër, po ajo çka është e rëndësishme, të informoheni nga burime të sakta dhe të sigurta, mos merrni këshilla nga persona të cilët kanë eksperjenca tjera dhe dëshirojnë që shtynë në të njëjtën eksperiencë. Çdo gjë është individuale, edhe foshnja, edhe vllau me motër, edhe nana dallon në shtatzanin e parë me dytën, edhe lindja dallon me të parën me dytën. Çdo proces është individual, kështu që konsultoni me ekspertët e fushës, me ata të cilët janë në kontakt me juve. Mos i shmangni kontrollat, vizitat, këshillat, çdo gjë që ju thuhet në librezën e të posalindurit. Është shumë e rëndësishme që shëndeti i foshnjës dhe i nanës të jetë i kompletuar vetëm duke respektuar këto data, këto këshilla. Kështu që faleminderit shumë që jeni në numër duke u rritur çdo herë më shumë për të vlerësuar qumshin e gjithdhënies dhe faleminderit shumë institucioneve tona që po punojnë shumë në këtë drejtim. Vetëm gjatë kësaj jave edhe Ministria e Shëndetësisë ka pas aktivitete të shumta që ka shënuar dhe jo vetëm, edhe aktivitete tjera kemi pasur edhe nga OMC dhe shumë organizata tjera. Kështu që vazhdoni të jeni dhurata më e mirë për foshnjët tuaja në këtë botë, duke i dhënë çmshgjiri. Ne po shkojmë me pak sekonda shkputje dhe do të themi me një temë krejtësisht tjetër, por që do mbesim të shëndeti.